Do të flasim për sportin, do të lidhemi në këto momente me drejtorin e shtypit të Egnatias me zotin Gjevdet Zekaj. Përshëndetje zoti Zekaj. Përshëndetje mi mbrëma. Faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Flasim pak për pjesën e mbetur të sezonit. Egnatia kryesuese që kërkon sërish të mbrojë trofet e saj edhe në këtë edicion, një skuadër në qendër të vëmendjes edhe për shkak të cilësisë, apo jo? Natyrisht, Egnatia, në kujdesin e presidentit Domrozi, ka bërë një merkato të kujdesshme, ka ndërtuar një ekip dhe duke qenë se ka ruajtur pjesën ndërmuese të 2 vite më përpara, skuadra dhe trajnerit e tova i kanë më të lehtë për të qenë brenda të gjitha objektivave, për të qenë brenda gjitha objektivave, por me kundërshtar që janë rritur cilësisht, me kundërshtar të fortë që kërkojnë jo vetëm respekt maksimal, por dhe impenjim serios nga lojtarët, nga stafi teknik, dhe gjithë pjesa tjetër e ultrasit, por themi që jemi në rrugën e duhur. Sipas jush, çfarë dallon këtë skuadër në raport me Partizanin, Dinamon dhe me Vllaznin? Në fakt, ne shikojmë punën tonë, grupi, unë e thash në fillim, këtu ka një grup të ndërtuar ku pjesa ndërmuese ka disa vite që luajnë së bashku. Rasti më i mirë 4 vite së bashku, dhe të tjerët dhe shumë pak të ardhur, apo dhe rikthimi Fernandos nga pikat kryesore të skuadrës, i rikthyer e cila e bën më solid grupin. Natyrisht, këtë skuadra Egnatia shikon punën e vet, dhe kur them te grupi vlerësojmë maksimalisht stolin dhe lojtarët. Kemi emrat më të mirë, apo t'i zëm, kemi një portier të shkëlqyer i gatshëm ndoshta edhe për kombëtaren, për të ndjekur shembullin e Alen Sherrit si Dajsenani. Kemi 2 mbrojtësat më të mirë të historisë të superiore, abisnet superiore të 2 viteve të fundet, Fangajn edhe Ndrecën. Kemi një në qendër të mbrojtjes lojtar të shkëlqyer si Malota, si Dyli, si Xhamali e të tjerë, dhe vim te një mesfush super e populluar me emra të mëdhenj si Lushkja, Zenullaj, Ujka, e thash këtu Fernando, dhe lojtarë të tjerë të cilat e bëjnë këtë asambël me një sulmus si Kasa, i cili përsëri mund të jetë edhe do të ishte mirë, të ishte pak në monitarimin e stafit drejtues të federatës për ta provuar se është një futbollist me vërtet shumë i mirë, të shoqëruar me Bakayokon, Abramin, me Wotline, me shumë të tjerë lojtarë. Pra, kemi pothuaj një skuadër e gjysmë për mos të 2 skuadra, ose ma thjesht akoma, trajnerit e tova, nëse ka problem, kthen kokën nga soli dhe atje e gjën zgjidhjen. Mund të themi që skuadra Egnatias ka shumë ndeshje që luan me 4-5 mungesa. Ka faktor gripi, faktor dëmtimesh, apo dhe kartona ashtë të verdh, por që në të gjithë problem, duke patur këtë stol, të lojtarë të qëndrueshëm që vazhdojnë dhe kanë një lidhje të fuqishme me njëri tjetrin, e njohin mirë lojën e njëri tjetrit dhe duke janë kthyer në një familje të madhe ku konkurenca e ka forcuar skuadrën, ka forcuar marrëdhëniet shumë të mira midis lojtarëve, edhe nga fakti se çdo lojtar që luan ke Egnatia ka besimin që trajneri, stafi dhe gjithë të tjerët i japin vendin e dur, kohën e dur, meritin e dur, nuk i cënohet asnjë gjë. Kjo ka bërë që ky optimizëm dhe këto raporte të shkëlqyera prej disa vitesh kanë bërë që të jetë e qëndrueshme edhe këto. Natyrisht Dinamo është forcuar shumë, është masë shumë, ka një trajner të mirë, bashkë me Tetovën mund të them se janë pjesa themelore e këtij viti futbollistik të dy. Tetova vazhdon të këmbgul me cilësinë e atyre që ka patur, por edhe Daja dhe ka marrë Dinamon dhe ka kthyer besimin skuadra aty ishte, grupi aty ishte, divizioni. Është një vllazni që është rikthyer formës më të mirë. Jo vetëm nga Balaj, nga Gruda, nga Doda, nga lojtarët e tjerë që ka, por edhe nga fakti që ka filluar të funksionojë, rritur besimi i skuadrës dhe është e rëndësishme. Nëse do të vim ke Partizani, një fjali të shkurtër, më fal. Patjetër. Nëse do të vim te Partizani është skuadër gjithmonë në rolin e tij për të qenë një nga favoritët titullar për të fituar kampionatin. Edhe pse në merkaton e janarit them që Partizani ka realizuar shumë mirë gjitha objektiva ekonomike të skuadrës, i garantoi dhe skuadrës dalje në
finalfor, por grupi lojtarëve që ka, dhe si që të rëgoj dhe ndeshjen e fundit, vullneti që ka, e ka bërë besoj që do t'jetë dhe ai një kundërshtar i rëndësishëm, i vlerësueshëm si Dinamo dhe Vllaznia. A mund të thuhet që është skuadra e kampionatit që ka diferencën me të tjerat edhe pse ka pas edhe disa oscilacione apo lënje pikësh? Unë e kam dëgjuar këtë, e kam dëgjuar shpesh, po jam i detyruar të kujtoj vetëm këtë fundjavë. Humbet Bayerni me vendin e parafundit në Gjermani, humbet Bayer Leverkusen që bëri çudim vjet dhe si vjet është në nivelet më të larta të futbollit evropian, humbet Manchesteri me një skuadër nën mesataren të kampionatit, Manchester City me një buxhet 1.4 miliard, edhe skuadrat tjere që kishin, apo humbi dhe Como, Rafi Napoli, që me diferencat tjerë zakonshme në kampionatin italian, por futbolli është prandaj është i bukur. Si ka thënë Bekush Biçe, po edhe futbollistë të mëdhenj, që nga trajnerë të mëdhenj, Bearzot dhe kompani, në futboll nuk fiton gjithë një skuadër e mirë. Ka dhe një ditë të zezë, ka dhe një moment, ashtu si që thjesht skuadra jonë ka qenë me shumë dëmtime, sidomos në Korçë, vazhdon të ishte me 5 mungesa dhe në Laç dje, vazhdon të kishte me karton prap, Lushkjan Pap dhe futbollistë të tjerë, të gjitha këto kanë bërë që në një moment saktuar, apo në pak humbje që ngrihet me një fushat e madhe. Jo, Egnati është aty ku është, diferenca ne kemi thënë që janë ullur, të vogla janë në kampionatin në abisnes superiore, këtë e tregon që edhe Bylis ka bërë ndeshje shumë të bukura me kryesuese, sidomos me skuadrat e Tiranës, me fitoren me Partizani me Dinamon, me ne ka pak më vështirë, edhe skuadrat e tjera, por janë këto diferenca që nuk janë aq të mëdha në kampionat, na bëjnë që ne të rrimë me këmbë në tokë, të vlerësojmë gjithë kundërshtarët dhe të punojmë me shumë seriozitet, me shumë këmbgulje për të kënaqur tifozët e Zjarrt Rogozhinas. Është e vërtet, por jemi skuadra që ka shnuar shumë, skuadra që ka pësuar më pak, skuadra që lojtarët që ka pru në janar si Guindo edhe rikthimi Fernandos kanë hyrë në ritmin e skuadrës, akoma nuk ka është në qendër sulmues që shënoi golin në Laç, i cili nga dita në ditë po vjen të rritet dhe po rritet goxha mirë, dhe mos harrojmë që ne ndeshjen e fundit në barazimin me Laçin na mungonte Aleksi, Malota, Ujka, na mungonte Lushkja, na mungonte dhe Ndreca. Këto janë për çdo skuadër në futbollin shqiptar mungesa të mëdha që detyrojnë trajnerin jo të flasim më për të bërë rokada, për të bërë ruajtur energjit për finalforën e tjera, po për të krijuar një formacion tjetër i cili, fal asaj që thamë në fillim fare, fal një grupi të mirë ndërtuar. Dhe ky grup është ndërtuar për këto objektiva që janë në Shqipëri, që ka dhe Partizani, Dinamo edhe Vllaznia që kemi ngelur të katërta kanë kampionatin kupën, i kemi dhe ne, por ky grup nuk ka asnjë kontratë që mbaron përpara pjesëmarrjes në UEFA. Ne në Kupat e Europës, ne kemi nxjerrë mësimet e duhura vitin e kaluar dhe i kemi gjithë futbollistët do të na vinë të marrin pjesë në Europë. Ne synojmë, si gjë më të rëndësishme, një paraqitje dinjitoze në Europë. Dua të theksoj edhe një shembull tjetër. Jemi vetëm një skuadër ndoshta në Shqipëri që kemi golaverash pozitiv në Europë dhe kemi 2 fitore, 2 barazime dhe 2 humbje. Jemi eliminuar vetëm me penallti. Kjo tregon atë vizionin e presidentit Demrozi, vizionin e zotit e drejtorit të përgjithshëm Kredi Zenelaj, po sidomos dhe punën e përkushtuar mjaft të mirë të një trajneri që duan apo s'duan, dhe të vërtet meriton të vlerësohet seriozisht si Edlir Tetova. Edhe një pyetje të fundit shumë shkurt tek stadiumi, investimi i ri që lejon Egnatian që ndeshjet e eventeve europiane të luajnë në stadiumin e saj, apo jo? Unë mendoj që stadiumi Egnatias duhet jetë modeli për qytetet e vogla apo qytetet edhe mesatare të Shqipërisë. Ne jemi certifikuar fal investimit nga klubin, i gjithë personal nga zoti Agim Demrozi, por edhe me ndihmë të Federatës Shqiptare, duhet ta theksojmë këtë, edhe me ndihmë të Federatës Shqiptare, asnjë euro nga bashkia dhe nga shteti, asnjë euro, 0 euro. Është një klub që u vlerësua si klubi një stadium
është super modern me gjitha parametrat dhe u vlerësua nga UEFA si stadium të nivelit 3. Kategoria 3 dhe stadiumit të lejon që të gjitha ndeshjet përveç grupet e Championship t'i bëjmë në këtë stadium modern. Përveç saj është një stadium që me të vërtetë i ka kthyer një qendër social kulturore edhe qytetit të Rrogozhinës, një pikë ku njerëzit do të mblidhen jo vetëm në ato pak dyqane që do ketë apo infrastrukturë tregtare, po një model të kulture që do të ndryshoj edhe faqen e qytetit të Rrogozhinës, por mbi të gjitha është një dhuratë që ka dhënë presidenti për skuadrën, për investimin e tij, por sidomos edhe për ultrasit e Rrogozhinës. Bëhet në njerë zhurmë e madhe me numre e tifozave stadiumet të kaq, por në gjithë botën, nëse do të marrim tifozat që shkojnë e Bayernit, që është 6 milion, shkojnë 60.000, bie 0-0 njët. Në që do marrim të Ignatia, një qytet me pak qytetar, me 14.000 banor, i bie që tek Ignatia, kur vinë 2.000 veta, janë më shumë se 60.000 në raport. Kuftoj. Unë desha para se ta mbyll, të falenderoj një nga emisionet e një moderatorit talentuar dhe miku tim, Gerti Çaçani, një emision me të vërtet me gjithë personazhet që janë aty, që japin ndihmës objektive, super objektive për ndihmimin e futbollit, për të bërë një imazh shumë të mirë superiores, abisnet superiores dhe në mënyrë të veçantë shpesher profesionist të kualifikuar. Kjo është, ne vlerësojmë seriozisht, e shohim emisionin gjithë stafi jonë dhe shpesher gjithë vetëm për të riparuar ato që kemi. Faleminderit ju. Faleminderit zoti Zekaj që ishit me ne. Dhe ne këtu kemi mbritur në fund të MCN informacion për sot, mirëpafshim bashkë.